Një prostitut nxirret në mes gati për të vrarë me gur. Dikush e pyet Jezu, a thot ligji që kjo grua duhet vritet? Ai ulet dhe shkruan diçka në rër. Po çfarë shkroi? Përgjigjja mund t'i lër pa fjalë. Imagjinoni skenën, në fakt, një tuf fetarësh me gur në duar pyesin Jezusin. Ligji i Mojsiut thotë që ai duhet vritet me gur. Po ti, çfarë thua? Dhe Jezusi nuk u përgjigj më një herë. Ai u përkulet dhe filloi të shkruante në rër me gishtin e tij. Pse? Përgjigjja në fakt ndodhet në vetë ligjin e Mojsiut. Shiko çfarë thuhet tek Eksodi 31:18. Zoti i dha Mojsiut 2 pllakat e ligjit, të shkruara thot me gishtin e Perëndisë. Dikush në TikTok në fakt mund të pyes, pse paska gisht Perëndia? Por ndoshta Jezusi po u thoshte, unë jam ai që e shkroi këtë ligj, por jam edhe ai që sjell mëshirë. Si mendon ti? A është e mundur që ai që shkroi ligjin është po ai që vdiq për mëkatet tona? Më shkruaj në komentet poshtë. Zoti t'beqoftë.